26. Detyra e 5 islame. Haxhi. Detyra e 5 kryesore islame është kryerja e haxhit. Do me thënë të vizitohet një herë në jetë qapeja, nëse personi ka mundësi shëndetësore dhe materiale. Kurani i fton të gjithë muslimanët ta kryejnë haxhin nëse për këtë i kanë mundësitë. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot: Vizita e shtëpisë, qabes, njerëzve u është bërë obligim për Allahun për ata që kanë mundësi udhëtimi. Ali Imran 97. Haxhi kryhet natën e Bajramit dhe gjatë Bajramit të Kurbanit. Haxhi ka 3 obligime themelore që duhen zbatuar nga çdo haxhi. Veshja e ihramit, që konsiderohet kusht i vlefshmërisë së kryerjes së haxhit. Ihrami përbëhet prej 2 pelerinash apo çarçafësh për meshkujt, ndërsa femrat veshin rrobat e tyre të zakonshme dhe janë të mbuluara sikurse në namaz. Qëndrimi në Arafat në ditën e 9 të Dhulhixhes dhe tavafi i ziaretit, që bëhet rreth Qabes në ditën e Bajramit të Kurbanit. Femra që vendos ta kryejë haxhin duhet të jetë në shoqëri të bashkëshortit të vet ose në shoqëri të afërmit, me të cilin nuk mund të hyjë në martesë ose të udhëtojë në shoqëri të femrave, të cilat bashkërisht udhëtojnë në haxh. Haxhiu para haxhit është i obliguar që të i sigurojë familjes së tij gjërat e nevojshme derisa të kthehet nga haxhi, të i shlyejë borxhet e veta dhe të kërkojë falje për fyerjet që mund të i ketë shkaktuar dikujt. Të pendohet për mëkatet e veta dhe të vendosë që pas kthimit nga haxhi të u përkushtohet obligimeve të veta ndaj Allahut xhaleshanuhu. Dobit kryesore nga haxhi janë që haxhilerët të kryejnë ritualet e përcaktuara fetare në vendet e caktuara, që te Qabeja në Arafat, te varri Muhamedit a.s. në Medinë dhe në vendet të tjera të ndershme, të i drejtohen Allahut xhaleshanuhu për falje mëkatesh dhe të i kërkojnë fat, lumturi dhe përparim për bashkësinë e vet dhe tërë njerëzit. Që muslimanët në Qabe të njihen mes tyre dhe të bashkohen edhe më shumë, në mënyrë që të i ndihmojnë edhe të tjerët në çështjet e rëndësishme. Që tubimin gjatë haxhit në Mekë ta shfrytëzojnë si tubim gjithë musliman, në të cilën duhet të zgjidhen çështjet fetare, arsimore dhe të tjera të botës muslimane. Himni fetar. Qabja e madhnueshme. Qabja e madhnueshme po priste, që njeriu i mirësisë ta pastronte, ta stoliste. Vendin e shenjtë të njerëzisë, leu në zemër të Arabisë, por si diellin në mëngjes, i dha shpresë gjithësisë. Si trëndafil me vezë, kur ka le aman o Zot, sa gëzim i madh u bë. Gjithë i thanë tu e derdhun lot, mirë se erdhe, merhaba, mirë se vjen Resul i pritun, mirë se vjen për botën mbar, Zoti ty t'ka porositun, ta udhëheqësh pa e ndarë. Mirë se vjen, o robi Zotit, mirë se vjen, o nur i tij, ti je shpresa e kahmotit, vetëm ti je, vetëm ti. Umreja. Umreja, siç thot Muhamedi a.s., është haxhi i vogël dhe nuk është e lidhur me ndonjë kohë të caktuar, përveç 5 ditëve në vit, ditës së Arafatit dhe ditëve të Bajramit. Ajo përbëhet nga veshja e ihrameve sipas rregullit të vet, rrotullimi rreth Qabes, sa'i mes Safas dhe Merves dhe qethja e kokës. Umreja është sunet. Mënyra e kryerjes së umrës. Kush dëshiron të kryejë umren, lahet jashtë kufive të mëkateve, bën niyet për umre, thot telbijen dhe vesh ihramet. Kur arrin në Mekë, kryen tavafin e umrës rreth Qabes. Pas tavafit fal 2 rekate, namaz të tavafit. Pastaj kryen sa'in e umrës me Safas dhe Merves, qeth kokën dhe heq ihramin. Në këtë mënyrë kryet umreja. Kurbani. Kurbani është sakrificë, therrja e një kafshë në emër të Zotit për të mirën e fesë dhe për dobinë e njerëzve. Prerja e kurbanit është ibadet, ritual që lidhet për Ibrahimin a.s. dhe Ismailin a.s. Kurbani mund të bëhet pas namazit të Bajramit, por mund të bëhet edhe në ditën e 11 dhe 12 të muajit Dhulhixhe, kurse për kurban mund të therren berrat, bagëti,
si dashi, delja, cjapi dhe dhia, që ka mbushur 1 vit. Gjedhët si kau, demi dhe lopa që ka mbushur 2 vjet dhe devet mbi 5 vjet. Me rastin e prerjes cekim frazën Bismillah, Allahu Ekber. Mishi i tij ndahet kryesisht në 3 pjesë, sipas rregullave fetare: familjes, të afërmve dhe miqve dhe të varfërve. Por mund të ndahet edhe tërësisht, apo mund të i bakuhet Bashkësisë Islame të vendit për nevojat e medreseve, Fakultetit Islam dhe nevojtarëve të ndryshëm, të cilët i ndihmon Bashkësia Islame e vendit. Lëkura e kafshës së prerë nuk lejohet të shitet.